Vazhdon tradita e shpërndarjes së iftareve tek vendi i njohur si Berza në Kërqov. Çdo ditë përgatiten rreth 500 racione që jepen për ata që kanë nevojë. Mjetet dhurohen nga donatorët, por përgatitja dhe dërgesa bëhet nga vullnetarët që ndihmojnë çdo ditë. Ky ishte vullnetari më i ri në moshë që takuam, quhet Sami dhe ndihmonte në paketimin e ushqimeve. Me iftar nuk shërbehen vetëm vendasit, por edhe këta 4 punëtorë nga Bangladeshi që punojnë në Kërqov. Aktivisti Burim Sejdini tregon se angazhimi i donatorëve dhe vullnetarëve rritet nga viti në vit, madje pa bërë asnjë apel. Grupit e Berza, do të thonë aktivistët, ata janë të njëjtit, çdo vit kemi më shumë edhe më shumë. Do të thonë shtojnë aktivistët, shtojnë donatorët, të gjithë kanë dëshirë të bëhen kështu pjesë këtu e këtij iftari ke Berza, edhe në një farë mënyrë kjo është bërë edhe model, si këtu në Kërqov, po edhe më gjerë, që kjo na gëzon që jemi shembull për diçka të mirë. Kërqovarët e bëjnë me shumë dashuri këtë punë, andaj organizatorët pohojnë se tradita do të vazhdojë. Në farë mënyrë gjithë secili, gjithë kërçovarët e ndjejnë ndoshta edhe si obligim që të hapin një iftar këtu ke Berza, të gjithë e shohin se iftari shpërndahet ke nevojtarët, sidomos jemi përkushtuar çdo vit, po edhe si mjet që të merremi më shumë me jetimat, me nevojtarët që kanë me të vërtetë nevojë. Përveç iftareve tek Berza, aktivistët dërgojnë iftare edhe në përlagje dhe fshatra ku ka nevojë. Madje, te disa familje më në nevojë dërgojnë edhe paku ushqimore.